Qoftë lavdruar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ju ftojmë në këto momente që të lusim së bashku mbrëmësoren e të dielës së dytë të Pashkëve. O hymë e anëndim, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni, darkë të qengjit parafolës, të bardh e me ropë shpëtimi, pasi u shfaq deti I kuq, ti këndojmë Krishtit krye princ. Trupi I ti kreti shenjt në altar të kryqit flijuar, duke shijuar dhe gjakun ne në Zotin për të jetuar. Mbrojtur në mbrëmje të Pashkës nga engjëlli I shfarosjes, u çliruam nga zgjedha e faraonit të egër. Tash Pashka jonë është Krishti, edhe qengji që u vra pa faj, që për ne flijoj trupin me pastërti të ndorme. O flije denjë dhe e qiltër, nga cila u shem feri, turma e robruar çlirohet, vlerat e jetës po kthehen. Ngrihet Krishti Zot prej varrit, kthehet fitues nga humnera, tiranin e vëndër pranga dhe hapdyert e parajsës. Për herë ti rofsh ndërmendje, o Krisht gëzimi I Pashkëve, dhe me hir të rilindur në triumfin tënd bashkona. Jezus ty të qof lavdia, që shndrit me mendje të vdekjes, bashk me atin e me shpirtin, ndër gjithë shekujt burim jete. Amen. Antifona e parë. Maria Magdalen dhe Maria tjetër shkuan për të parë varrin, për ta ndëruar trupin e varrosur, por nuk e gjejnë Zotin. Aleluja. Psalmi 110. I tha Zoti Zotit tim, rri në të djathtën time, derisa ti vër miqtë tu shtroj për këmbët e tua. Skeptrin e pushtetit tënd Zoti do ta shtri nga Sioni, sundo midis armiqve të tu. Ty të përket më I larti pushtet, në ditën e fuqisë sate, në shkëlqime të shenjta nga krerori para yllit të dritës unë të linda. Zoti u përbetua asesis do të pendohet, ti e prift për amshim në mënyrën e Melkizedekut. Zoti është në të djathtën tënde, I dërmon mbretërit ditën e zemrimit të vet. Në udhtim ujë do të pi prej përrojit, prandaj lar do ta ngrej kokën. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Maria Magdalen dhe Maria tjetër shkuan për të parë varrin, për ta ndëruar trupin e varrosur, por nuk e gjejnë Zotin. Aleluja. Antifona 2. E janë e shikoni vendin ku që vën zotria së vdekuri. Aleluja. Psalmi 114. Kur Izraeli doli nga Egjipti, shtëpia e Jakobit nga populli barbar, Judeja u bë shenjtrori ati, Izraeli zotrimi I tij. Pa deti dhe I bëri rrugë, Jordani u kthye prapazi, malet kërcyen si desh, kodrat por si qengja delesh. Çpate o det që ike, e ti o Jordan që u ktheve prapazi, ju o male pse kërcyet si desh, e ju o kodra por si qengja delesh. Dridhu o tokë para fytyrës së Zotit, para fytyrës së hyjit të Jakobit, që shndron shkëmbin në liçen ujrash, edhe qetën në burim ujit të gjallë. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. e jani e shikoni vendin ku që vën zotria së vdekuri. Aleluja. Antifona 3. Thot Zoti, mos keni frikë, shkoni lajmëroni vëllezërit e mi të shkojnë në Galile, atje do të më shohin. Kënga kraso librin e zbulesës, kapitullin 19, rresht 1-7, dasma e qengjit. Aleluja, shëlbem, lavdi dhe pushtet hyjit ton. Sepse gjyqjet e tia janë të vërteta dhe të drejta. Aleluja.
Aleluja, lavdëroni hyn ton të gjithë shërbëtorët e tij. Të gjithë ju që e druani të vegjël e të mëdhenj, aleluja. Aleluja, mbretëron Zoti. Hyi ynë i gjithë pushtetshmi, aleluja. Aleluja, le të galdojmë e të brohorasim. Dhe t'i japim lavdia ti, aleluja. Aleluja, sepse erdhi dasma e qengjit. Gati është nusja e ti, aleluja. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës, amen. Thot Zoti, mos keni frikë, shkoni e lajmëroni vëllezrit e mi të shkojnë në Galile, atje do të më shohin. Leximi i shkurtër të Romakëve, kapitulli 6, rreshtat 5 deri 7. Pasi jeni krejtësisht të bashkuar me të, me një vdekje të ngjashme me të tij, me siguri do të bëhemi plotësisht një me të me përngjasimin e ngjalljes së tij. Le ta kemi parasysh këtë gjë, njeriu i vjetër është kryqëzuar bashkë me të, që të shkatrohet ky trup i mëkatit, kështu që të mos i robrojmë më mëkatit, sepse i vdekuri është i lirë nga mëkati. Kjo është dita që bëri Zoti, aleluja. Të gëzohemi dhe të galdojmë, aleluja. Kënga ungjëllore Magnificat, antifona. Pse po më she, o Tom, po beson, lum ata që nuk pan e besojnë, aleluja. Kënga vigjërës së lumës sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti më madhëron Zotin. Shpirti im me harej brorit hyit, shëlbuesit tim. Sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtorën e vet të përvuajt. Qese që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. Sepse punë të mëdha bëri për mua, hyi i gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij. Mëshira e tij brezni me brezni. Për ata që e druajnë. E tregoi fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarve. I rrezoi princat prej froneve të tyre. E i lartësoi të përvuajturit. Me të mira i mbushi ata që s'kishin shtëhan. E të pasurit i nisi duar that. I ndihmoi Izraelit shërbëtorit të vet. Duke sjell në mend mëshirën. Si u apati premtuar e tërvetan. Në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës, amen. Pse po më she, o Tom, po beson, lum ata që nuk pan e besojnë, aleluja. Lutjet e besimtarve. Me lutjet e përzemërt i brohërisim Zotit, atë i cili ngjalli Krishtin prej së vdekurish dhe ngriti në të djathtën e vet. O Zot, përmes lavdisë së Krishtit, ruaje popullin tënd. Atë i drejt, ti Jezusin e lavdërove me fitore në kryq, bëj që ai të gjithat i tërheq ka vetja. O Zot, përmes lavdisë së Krishtit, ruaje popullin tënd. Përmes birit tënd të cilin e madhërove, dërgoja kishës sate shpirtin shenjt, që ajo të jetë sakramenti i bashkimit të mbar njerëzimit. O Zot, përmes lavdisë së Krishtit, ruaje popullin tënd. Lindje në re, e cila lind në ujë dhe shpirt shenjt, ruaje që të jetë besnike e pagëzimit të vet dhe ta fitoj jetën e amshuar. O Zot, përmes lavdisë së Krishtit, ruaje popullin tënd. Përmes birit tënd të cilin e madhërove, ndihmojo atyre që vuajnë, liroj të burgosurit dhe shëroj të sëmurët, dhe me dhuratat e mirësisë sate gëzoje botën mbar. O Zot, përmes lavdisë së Krishtit, ruaje popullin tënd. Vëllezërit tanë të ndjerë, të cilët i ushqeve me korpin dhe gjakun e lavdishëm të Krishtit, bëjnë në ditën e fundit pjesëtar të ngjalljes sate. O Zot, përmes lavdisë së Krishtit, ruaje popullin tënd. Të lutemi, o hyj i mëshirës së pakufi, ti ringjall fenë e popullit tënd të shenjt me kremtimin e përvjetshëm të Pashkëve. Shtoje në ne hirin tënd që ta kuptojmë për herë e më mirë vlerën e paqmueshme të pagëzimit, i cili na pastroi, të shpirtit shenjt që na rilindi, të gjakut i cili na shpërbleu.
në për Krishtin, Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt për çdo së keqe dhe na udhëheq në jep dhe në pasosur. Amen.